që intereson për pikë të garave elektorale, partive që po e ushqen këtë histeri, apo si ta them ty, stuhi. Dhe unë jam shumë dakord me atë që tha Afrimi. Është shumë syçelet ku flet që 30-40 autobusa neve na kanë bërë gjithnjë problematikat zgjedhore në jug të vendit. Dhe ato autobusa ne e dim fare mirë se si janë ushqyer, qoftë financiarisht, qoftë edhe me ideologjinë edhe me politikën e momentit të forcës politike që i ka ushqyer, i ka financuar. Apo edhe nga mbrapa që ndron, ne dim fare mirë edhe forca e kishës ortodokse greke. Ne i dim ato faktorë. Por tani jemi në një mjedis ku Greqia ka marrë flamurin e mbrojtjes kauzës sonë për integrimin dhe nuk duam edhe kurse si nuk na intereson ta acarojmë fqinjin tonë të dashur grek. Ama lojat e tij di mirë. Dhe jam shumë dakord me atë që përmendi Afrimi. Për autobuzat, sa herë që kemi zgjedhje. Tani kemi autobuza sepse është momenti politik që duan këto parti të fitojnë pikë zgjedhore në kurisë tonë. Por ama ne duhet të qëndrojmë të qetë. Nuk mendoj se si thua entuziazmi i tepruar kombëtari joni duhet të preket. Sepse nganjëherë dhe ja kemi bërë vetes. Na kanë provokuar dhe neve kemi rënë në graskën e provokimit dhe kemi në sy të Europës, sepse çfarë është ajo që zoti Beleri i drejtoi institucionit ku ai kontribon sot, Parlamentit Evropian. Është një kërkesë serioze. Ai e mbështeti këtë kërkesë me aq sa kam dieni, kërkojnë ndjes në rast se jam i gabuar, duke thënë që është një fshat ku shumica janë minoritar, me sa kam dëgjuar se nga mediat e kam marrë si njoftim. Nuk e kam lexuar, të betohem Afrim. Por ama ai është një eurodeputet. Pavarësisht se sa peshë ka. Nuk ka peshë, kam fjalë nisma, po dakord, individi ka. Por vetëm ne kemi në tranzicion. Ne duhet jemi shumë të qetë. Dakord, jam dakord, po vetëm ja gjanë. Në tranzicion një nga leksionet që kemi marrë është kjo. Sa herë që ne kemi pas një skandal të madh në Shqipëri. Gjithmonë ata që kanë qeverisur Shqipërinë skandale kanë shpik një skenar patriotik dhe për të na shfaqur ne që ata po bëjnë këtë për të na mbrojtur. Ose këtë tha kryeministri. Unë po ju mbroj, nuk po ju tradhtoj, unë nuk e kam vendosur. Është lojë politike, nuk duhet të bijem dhe aty. Një shtet serioz. E bukur skenar është. Po një shtet që do të hyjë Bashkimin Evropian më. Zoti Rama ka një javë që ka marrë këto shkëm për veturin e PS-s, edhe dekoron edhe këta kriminalët e Durrësit, edhe militantët në përrethë. Nuk merrem fare me aktivitete partish. Dua ta them sa një më themelore kjo se njerëzit i shohin edhe krijojnë se kjo teza ime është që kjo gjëja që ndodhi atje është mbushja një lloj kupe zemrimi dhe po themi zhgënjimi masiv tek elita politike në Shqipëri. Nuk lidhet drejt për drejt me as me pronë, as me dokumente. Mund të ketë edhe prapavija të tilla. Në të lloj kuptimi, ajo çfarë unë pres nga një kryeminist dhe nga qeveri kur ne hyjmë në të lloj faze të Bashkimit Evropian është o njerëz, transparencë absolute. Shqipëria ka arrit në të lloj faze. Ne kemi arrit një shans historik që mund të jemi për shkak gjeopolitikës në Bashkimin Evropian dhe ne duhet bëjmë një pak kombëtar. Mos e përmbysim kupën. Kombëtar pikërisht. Hajde bëjmë të reforma, të respektojmë shtetin, të rregullojmë tre gabime gjëra që mund të rregullohen dhe hajde të ndryshojmë qasjen publike dhe si në raport me qytetarën, në raport me tjetrën. Po ti nëse tum flamurin e Skënderbeut dhe atje dërgon 4 djem kapujzi që i ka si rreska qytetar. Provokon më shumë. Jam shumë dakord me këtë shqetësim tënd. Ti tregoj që ky model është të kthej bumerang Bashkimin Evropian. Gjithë media perëndimore janë kthyer këtë videon e kanë dhënë gjithë media perëndimore. Po. Dhe gjithë nuk kanë thënë që dhe nuk kanë thënë që dhe nuk kanë thënë është një skenar i dikujt në Shqipëri që ja ka me hile dikujt atje. Jo më e kanë thënë. Kanë thënë protestë masive qytetarëve kundër korrupsionit nivelit lartë në Shqipëri. Atëre, duke marrë që kjo ka prapavija të tjera, edhe si thua zhgënjime, edhe shumë stresa të tjera, çfarë interesi ynë kombëtar sot është? Në mes të garës për integrimin dhe kur fqinji jon që është fqinj që është i mësuar, edhe pse kemi shumë të dashur, na ka pritur 600.000 vetë, i jemi mirënjohës, edhe pse nuk po na jep pensionet si na i dha fqinji tjetër. Po, për një drejt atij procesi. Praktikisht politika greke thotë që jemi drejt atij. Si thua përmendte Afrimi me të drejtë, po të ishte mirë se ka lënë kockat shqiptarët aty, minimumi që mund t'i ofrojë kaq është. Por ama i dashur Andrea, neve ku është interesi jonë sot kombëtar? Ta qetësojmë situatën, sepse nuk fitojmë asnjë gjë nga përshkallëzimi. Protesta e sotme mund të ketë protestë dhe nesër,
as që diskutohet sepse edhe i bëjnë mirë shëndetit demokracisë protestat, sigurisht. Protestat kur janë paqësore, ku ti gjesh mëngjes drejt darkë ta kemi në vend të ushqimit. Por interesi jon kombëtar sot ku është? Të qetësohet situata sepse imazhi i Shqipërisë që po hyn është në prag të hyrjes në familjen e madhe, është gjë më e shtrenjtë. Jo aq në prag zoti Çoçoli se ore le të vonojnë edhe 3 vite ato 4 miliard, edhe pse për mua më se bëjmë si opozita thotë jemi te kilometri fundit, këta thonë jemi në prag 3 miliardë sigur. Opozita ne jemi narkoshtet. Si mundet Brukseli të konsiderojë për antarësitë të Ballkanin në Europë quhet prag. Ma thuaj ti logjikën e kësaj pune. Po megjithatë edhe një Kolumbi të dytë në Evropë, si mund ta konsiderojë Brukseli? Ta bëj antare. Se ka bërë akoma antare? Me para e ke bërë, sepse zotrote ose unë ose kushdo tjetër që mund të ketë një fëmijë jashtë e çon Departamenti Amerikan i Shtetit zoti Çoçoli ka tjetër mendim. €7 sa ja çojnë përpara. Tani e çon me €2. Sa i takon narkotrafikut, Departamenti Amerikan i Shtetit ka tjetër mendim aman, ju e dini. Edhe një herë. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk të thotë që je vend narkoshtet, të thotë që ti po trafikon, nuk jemi vendi i vetëm. Po të ishim narkoshtet, e di se ku do ishim në atë listën gri të Manivalit, do ishim ke lista e zezë. E di ku që është ke lista e zezë sot që flasim? Turqia. Turqia trafikon 100 herë më shumë se ne, sepse është pozicioni strategjik i saj dhe bizneset që ka mafia turke. Po nga ana tjetër, ne duhet të dim diçka. Nuk jemi narkoshtet, nuk jemi të denjë, as që diskutohet, që të futemi, po nuk ishin të denjë as bullgarët, as rumunët. Apo jo, duhet i pranojmë këto gjëra. Prandaj, momenti është i tillë, ta qetësojmë këtë situatë sa më shumë dhe të ndihmojmë. Unë do eftoja qeverinë të ndihmojë të gjitha ato familja që ndihen të zgënjyera nga e drejta e pa marrë, e pa fituar e punës në Zvërnec. Zoti Çoçoli, se ndryshe u sollën me nivjotët tanë, nivicjotët. Dhe çfarë bën nivicjotët? Në moment i shkuan edhe ishin gati duke e vrarë të revoltuar atë eskavatoristin e klubit mesdhetar. Edhe na iku shansi aty. 80 nivicjot, 80 familje, shteti jon ti kishte rimbursuar. Dhe do ishim sot me një pel tjetër të jonit. Teksa ne flasim duke se 100 milion euro investime. Kryeministri ka dhënë disa përgjigje, sipas tij përgjigje, ta anulloj projektin, thot, për këtë i thirret në protestë njerëzit e mirë që ju erdhën pas edhe sot. Dakord jam, ma sillni projektin dhe anullojmë. Po si bëhet që ju s'keni çfarë sillni sepse nuk ka projekt. E dini pse nuk ka projekt, sepse projekti po punohet nga 5 studio ndër më prestigjioset në botë. Së shpejti, kur projekti të jetë gati, patjetër që do ta prezantojmë publikisht, siç bëjmë gjithnjë me projekte më dha të arkitekteve ndërkombëtar, aq më tepër për një investim historik si ky. Kështu që më vjen keq, po s'kemi projekt për të anulluar. Po me Izraelin që ka marrë Zvërnecin për ta bërë geto palestineze. Akoma do vazhdoni? Pra, do t'i keqpërdorni akoma ndjenjat e qytetarëve të mirë pa dallim feje ideje që e duan me gjithë zemër Shqipërinë dhe natyrën e saj, ata dalin në rrugë për këtë ndjenjë të prekur nga manipulimet tuaja për gjoja shkatërimin e natyrës, po kursesi jo për të fyer kujtimin legjendar të gjyshërve tanë mysliman e të krishterë që i dhanë Shqipërisë vendin e nderit në luftën e dytë botërore duke i mbrojtur hebrejt me jetën e tyre. Ata duhet të dinë të vërtetën e bukur se bashkëinvestitorët e sipërmarrjes më të madhe turistike në Muzeun e Sodëm të Europës, atje në Zvërnec, janë miq të çmuar amerikanë të Shqipërisë dhe miq nga Katari, këta të fundit bashkëpronar, ndërkohë që vazhdon reagimi i kryeministit, i cili sigurisht që është akoma dhe i gjatë për të bërë një sqarim edhe praktikisht edhe për t'i dhënë një kundërpërgjigje protestës së zhvilluar këto 2 ditë nga shoqëria civile, gazetarë, njerëz të cilët të shqetësuar kanë reaguar për situatën e Zvërnecit.